Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe kësaj radhe do t'i hapim letrat pak më ndryshe dhe herën tjetër prap ndryshe dhe kështu me radhë. Të dashur peshqi, një bezdi, një peshë mbi kokën e juaj, një më ngjan në paktën në një lexim që bëra më përpara, në cilën shenjë nuk e mbaj mend, se nuk e mbaj mend shenjat, por që është ke një bardh, një shqetësim, një ta them të pavendosur, pak konfuz, është dhe po ju rrim mbi kokë. Po ju rrim mbi kokë, çfarë do lloj gjeje të jetë kjo? E bukura e gjithë kësaj është po dilni, është letra 0 dhe është një kapitull i ri, është një gjë e re, një faqe e re, një mundësi e re që po ju bën të dilni nga ky labirint. Po dilni nga ky labirint dhe po qartësoheni absolutisht për gjërat që i keni të paqarta, apo për gjërat që jeni të pavendosur. Sepse këtu keni bërë dhe qertë dhe zogjish, është bërë, si do ja bëj, si do ashtu, si do. Ndoshta mund të jetë jo ndonjë problem që nuk mund të zgjidhet, por që paksa i egzageruar më shumë se ç'duhet në kokën e juaj. Këtu ishte letra 0 dhe ja ku është faqja e parë, të dashur. Kjo tani në mënyrë metaforike pasqyron kështu. Është një peshk aty dhe ka bërë një lloj akvariume me një. Është një faqe. Duhet filluar nga diçka. Duhet hapur kapitullin për të bërë atë rrugtimin. Një peshk, pastaj 2, pastaj 3, pastaj kështu bëhet një akvarium i bukur. Do thot me një do fillojmë. Absolutisht atë ta dëgjoni atë zërin e mbrëmshëm dhe ti besoni intuitës. Peshqit e kanë goxha të theksuar. Ti besoni intuitës të juaj që jeni në rrugën e duhur dhe të hapni këtë kapitull, të largoheni nga çdo gjë që mund të egzagjeroj gjërat, çdo gjë që mund t'ju shterroj emocionalisht. Është diçka të kapur vetvetiu, jo nga Zoti apo universi apo siç do ta quajmë. Këto janë problemet që i bëni, i krijoni vetvetiu në kuptimin e asaj egzagjeroni në kokën e juaj. Prandaj të largoheni nga këto gjëra. Është një tendencë të po e pata këtë problem apo një problem dhe ajo shkon duke u rritur zmadhuar në kokën e juaj duke u bërë më madhe se ç'duhet. Kjo është me një farë mënyrë një përballje të dashur peshqi për ju. Këtu do ndodh diçka me ju apo rreth jush që do ju bëj të shikoni me sy të ri, me mendim të ri, me besim të ri, drejt asaj që dëshironi. Është një përballje këtu dhe thotë, përballja nuk është gjë tjetër, por është një përballje me karmën, një përballje me këtë shqetësim, me përballje me këtë person, me situatën, që është me një farë mënyrë një rinovim, një thirrje për jetë, siç është kjo 0-ja dhe faqja që fillon diçka, po ju thrasin të përballeni me këtë gjë, që ta tejkalojmë apo kapërcejmë dhe të ecim më tutje. Përballja është duke lënë çdo gjë pas vetes, qoftë e kaluar, qoftë një shqetësim, duke filluar dhe i parë gjërat. Tani them, kjo mund të duket për ju, për dikën ndryshe, për mua ndryshe. Do thotë, zgjedhim të shikojmë me sytë tonë dhe kjo ajo çfarë është mesazhi për ju. Të shikojmë gjërat ashtu siç është, jo siç duam t'i shikojmë. T'i egzagjerojmë më tepër siç duhet, apo të miremi më shumë siç duhet me atë gjë. Mund të jetë dhe fokusi juaj i përqendruar në atë që s'duhet. Mund të jetë një problem që e keni rritur dhe është bërë aq i madh në kokën e juaj, gjë që nuk qëndron. Pra,
një fillim i ri, një epokë e re, pa u marrë me këto më, por të ecni përpara, nga që janë aty, është intuita aty, jenë duke shkuar diku që nuk do ju lodh më, nuk do ju shqetëson më, dhe ajo duhet të ndodhë tani.